Në zgjedhjet e treta brenda vetëm 18 muajsh dhe të 11 në nivel kombëtar që nga përfundimi i luftës. 3 palë zgjedhje për më pak se 2 vite, profesor. Pikë së parë në gjykimin tuaj, çfarë presim ose në logjikën tuaj këto zgjedhje do ta zgjidhin, ngërçin apo Kosova do të vjojë kalvarin e mosmarrëveshjeve politike, mos gjetjes konsensusit përgjithshëm? Me gjas, rezultati i pritshëm i zgjedhjeve do të jetë përafërsisht i njëjtë me zgjedhjet e kaluara kombëtare. 10 deputet më pak ose më shumë për Albin Kurtin nuk ndryshojnë situatën. Prap kemi një situatë të tillë si çfarë kishim edhe pas zgjedhjeve të fundit kombëtare, dhe ajo çfarë mund të sjellë ndryshimin është ndryshimi i mendjes liderëve politik. Nëse ata ndryshojnë mendjen dhe bëjnë konsensusin për zgjedhjen e presidentit, atëherë mund të kemi zgjidhje. Jo, mund të shkojmë në sërish në zgjedhje dhe kjo natyrisht është një bjerakohe e cila e dëmton shumë interesin kombëtar të Kosovës. Pra, më tepër duhet konsensusi politik i kryetarëve, i politikanëve, sesa i qytetarëve, sepse është në dorën e tyre nëse do të ketë një zgjidhje, po thoni profesor, ose jo. Pra, nëse nuk do të lëshojë një palë. Po, qytetarët tani në rast se mund ta bëjnë ndryshimin në rast se ta zam Albin Kurtit i japin që të marrë më tepër më shumë se sa 70 deputet në parlament, që i bie mbi 68% të votave, ndërsa mbi 65% të votave, ose të jap që Albin Kurti të merr më pak se 40 deputet në parlament, që i bie ndikun më pak se 35% të votave, në mënyrë që të kemi një zgjidhje pa u nevojitur ky konsensus mes Albin Kurtit dhe liderëve të tjerë politik. Profesor, nëse Kurti nuk merr mbi 65% të votave, por është shumicë që bën qeverinë, mbetet topi tek Kurti apo opozita tashmë duhet pranojë që nuk mund të bllokojë për të disatën herë me pretekstin, supozojmë, të konsensusit politik apo të presidentit? Pra, duhet bëjë opozita një hap pas, duke humbur për herë të tretë radhazi, apo Kurti duhet të tregohet më si të thuash, më tolerant? Tani ti kërkon nga unë që të mbaj on në këtë jo, si mendoni. Jo, pra, ka më kredibilitet opozita, nëse rihum zgjedhjet, sërish të krijoj bllokat opozita me presidentin. Apo ja lejon kushtetuta, sigurisht. Përderisa kushtetuta e Kosovës e kërkon konsensusin e tyre për të pasur mbritur të 80 vota për zgjedhjen e presidentin, ata kanë drejtë të mos e japin. Në Kurtit, si partia më e madhe, meqense këtu mosarritja e konsensusit djeg interesat e gjithë Kosovës, dhe kush përfaqëson shumicën e Kosovës, kush përfaqëson gjysmën e popullatës e Kosovës, domethënë përfaqëson Kurti në këtë rast, dhe duke qenë se përfaqëson më shumë, ai digjet më shumë, domethënë sepse dhe prandaj takon përgjegjësia atij që të jetë më gjeneroz në këtë rast.